Përshëndetje gjithëve. Sot fatkeqësisht përsëri ishit edhe ju, edhe ne dëshmitar të vazhdimit të blokadës për konstituimin e institucioneve të vendit, respektivisht të kuvendit. Kjo situatë është e papranueshme, është një situatë e cila kërkon zgjidhje të menjëhershme, mirë po përgjetur zgjidhje të menjëhershme, kërkon reagim racional nga deputetët e opozitës, të cilët blokojnë kuvendin dhe duke blokuar kuvendin, blokojnë edhe mundësinë e tyre për të ushtruar kontrollin e kuvendit mbi institucionet e pavarura të Republikës Kosovës. Prandaj mua nuk më mbetet tjetër veç se të bëj thirrje që kjo qasje bllokuese të ndalet, sepse betejë politike bëhet për zgjedhjet e qeverisë. Betejë politike nuk bëhet për një temë e cila në fakt është e vetë kuptueshme. E di që po përsëritemi, por Kushtetuta e Republikës Kosovës ja njeh të drejtën ekskluzive për propozim fituesit të zgjedhjeve, dhe në këtë moment më duket është seanca e 10 ku jemi duke votuar për procedura. Prandaj ju bëj thirrje deputetëve të gjithë atyre që mendojnë që qytetarët e Kosovës nuk e meritojnë këtë blokadë, që në seancën e ardhshme të votojnë për zhbllokim. Është e drejta e tyre të votojnë kundër, është e drejta e tyre të abstenojnë, mirë po nuk është e drejtë e tyre, dhe këtë ka thënë shumë qartë gjykata kushtetuese, që të mos marrin pjesë fare në votim për procedurë. Prandaj do duhej urgjentisht më së largu pas 48 orësh të zhbllokohet kjo situatë dhe kuvendi të fillonte të merrte detyrat e tij, dhe më pas kryeministrit Kurti i mbetet të marrë përgjegjësinë për formimin e qeverisë. Aty pastaj jemi tek numrat dhe aty jemi tek situata dhe fillojnë rrjedhin afatet ligjore për formimin e qeverisë. Po natyrisht që e dëmton imazhin e vendit, sepse një parlament i cili e bllokon vetveten, nuk jemi tek zgjedhja e qeverisë, jemi tek konstituimi i parlamentit. Një parlament i cili e bllokon vetveten, natyrisht që lë shije të keqe edhe tek miqtë tanë, por edhe ata që na duan më së paku. Absolutisht nuk kam asnjë informacion për këtë, por i bëj thirrje edhe zonjës Balje, edhe zotit Hoxha, që të heqin dorë nga qasja bllokuese, sepse nuk jemi këtu në pazar ku shitemi dhe blihemi. Është çështje parimore konstituimi i kuvendit, dhe më pas kuvendi merr përgjegjësitë e veta dhe më pas vazhdojmë me punët të cilët do duheshin. Nuk kam informacione të tilla vërtet. Mirë, po absolutisht nuk. Po tani unë nuk mund t'ja përgjigje për çka thot kryetari i Aleancës, sepse kryetari i Aleancës flet vetë. Unë mund t'ju them atë çka di unë, edhe nuk ka pasur, unë nuk di për pazare të kësaj natyre, unë di që ka pasur biseda të vazhdueshme për t'i vetëdijsuar që duhet marrin pjesë në votimin e kuvendit, dhe tani nuk jemi tek faza e votimit për një person, se e di që tendenca është goxha e mirëseardhur në opinion për ta orientuar të gjithë debatin rreth një emri të përveçëm. Çështja kemi gati 10 seanca ku çështja nuk është më emri i përveçëm, por është votimi i fshehtë dhe jemi tek procedura prej të cilës nuk mund të kthehemi më mbrapa. Prandaj ftoj ju si media, i ftoj edhe qytetarët e Republikës Kosovës që ta shfaqin qartë mendimin e tyre që kuvendi duhet konstituuar. Procedurat janë jo vetëm të qarta, po janë të provuara dhe të implementuara kaq e kaq herë, dhe kjo blokadë është e pakuptim. Po pikërisht duke pas parasysh edhe përgjegjësinë që kemi, edhe si parti fituese, por edhe si deputet të këtij kuvendi, i cili do të duhet të ishte konstituuar shumë seanca më herët. Nuk e di, a ju kujtohet që 4 seancat e para kemi pasur debatin absurd se a duhet deputetët t'i votojnë pozitivisht apo negativisht mandatet që ja u ka dhënë qytetari si deputet, e kemi kapërcyer atë fazë. Mirë po, është fort e rëndësishme që kuvendi, përgjegjësia për konstituimin e kuvendit nuk është e atij që dëshiron, vetëm e atij që dëshiron të formojë qeverinë. Është përgjegjësi e secili deputet të ulur në sallë. Po flasim për konstituimin e kuvendit dhe është e paprecedent një blokadë e tillë, edhe nuk e meritojnë as qytetarët,
nuk e meritojnë as institucionet një blokadë të tillë kaq të gjatë. Ne jemi përpjekur në momentin që LDK-ja ka deklaruar që kemi nevojë për një marrëveshje politike, ja kemi dërguar për herë të dytë ftesën për të tashmë jo vetëm për të biseduar, por edhe për të hyrë në një koalicion qeveritar me ta. Përgjigjet i dini, përgjigja ka qenë një propozim absurd për ta kthyer Kosovën në kohën e UNMIK-ut, kur Kosova ka qenë shtet në tranzicion. Ne kemi nevojë për një qeveri të qëndrueshme, kemi nevojë për respektim të vullnetit të qytetarëve dhe kjo është ajo të cilën përpiqemi të realizojmë sinjalet. Unë nuk, ai që voton për, asnjëherë nuk është bllokuesi një procesi. Vota ose mos votimi bllokon proceset. Nuk mund t'ia shtroni këtë pyetje atij që ka 20 seanca, që në çdo seancë çon dorën për të votuar për zhbllokim. Këtë pyetje duhet t'ia ushtroni atyre të cilët e bllokojnë procesin, sepse të mos marrësh pjesë në votim, duke shkelur hapur një vendim të gjykatës kushtetuese i cili e thot qartë që si deputet je i detyruar të marrësh pjesë në votim. Askush nuk po ja imponon që duhet votojnë për. Le të votojnë kundër, le të na sfidojnë, por dëshira nuk është për të na sfiduar, dëshira është për të bllokuar proceset edhe për ta paraqitur Kosovën si një shtet jo funksional. Prandaj kjo duhet marrë fund. Edhe kjo pa presion publik nuk besoj që do të marrë fund. Po shikoni, propozim me emra ka dhënë një parti të cilës nuk i takon madje as nën kryetari i kuvendit, se le kryetari jo se jo. Prandaj nuk është kjo një meny nga e cila opozita tani mund të zgjedhë. Ashtu si në politik, ashtu... Shikoni, një parti opozitare ka thënë nuk e votojmë askënd që ka qenë pjesë e qeverisë, një tjetër thonë nuk e votojmë askënd nga vetvendosja, një tjetër thotë i votojmë një a dy. Nuk është qasje serioze kjo. Propozimin e bën partia fituese, pikë. Propozimin e bën partia fituese, bën atë propozim dhe ne nuk kemi propozuar do këdo. Ne kemi propozuar gruan më të votuar të kësaj legjislature. Një grua e cila ka marrë një numër votash që është më shumë se sa të gjithë të tjerët që janë të ulur në karrikat e tyre opozitare. Nuk është çështja tek Albulena Haxhiu. Çështja është tek bllokimi i konstituimit të kuvendit me qëllim që të mos na vi radha për të bërë qeverinë. Prandaj, tani jemi tek votimi për procedura, ta përfundojmë votimin për procedura dhe pasaj vazhdojmë votimin në vot të fshet për zgjedhjen e kryeparlamentares. Po tani, rikthimin në dialog nuk është i nevojshëm sepse dialogun e nuk e kemi ndërprer asnjëherë. Në vazhdimësi, Søren Seni ka qenë edhe në Kosovë, ka qenë edhe në Serbi, ka pasur takime të vazhdueshme me zëvendës kryeministrin Bislimi, bisedat tona nuk janë dalur asnjëherë, prandaj nuk ka nevojë, nëse ajo thot rikthimin dialog, ndoshta e ka fjalën për takimet trilaterale, mirë po jemi larg asaj. Serbia duhet ta dëshmojë për kushtimin e saj në dialog, jo vetëm përmes zbatimit të marrëveshjes së shkurtit 2023, por edhe përmes ekstradimit të Radojčićit. Në vazhdimësi, Vučići ju jep premtime ndërkombëtarëve që do të arrestoj Radojčićin, mirë po shkuan muaj, madje shkuan vite dhe nuk ka asnjë lëvizje. Nuk kam asnjë pikë mirë kuptim për të gjitha ata që kërkojnë që Kosova të bëjë lëvizje të mëtejme, nëse nuk janë të gatshëm të angazhohen që një kriminal si Radojčići, i cili e ka sulmuar Kosovën me njësi paramilitare, e ka pranuar madje edhe vetë, sot shëtitet i lirë në për Serbi dhe nuk ka asnjë konsekvencë për Serbinë. Ne asnjëherë nuk e kemi refuzuar dialogun, gjithmonë jemi treguar konstruktiv, por jemi treguar parimor. Ne nuk I shkelim parimet tona në dialog, mirë po kërkojmë zgjidhjen më të mirë të mundshme për normalizim të marrëdhënieve tona. Njohja e ndërsjellët është zgjidhja dhe prandaj ne punojmë që gjejmë sa më shumë përkrahje nga të gjithë partnerët dhe miqtan, me qëllim që çështja e njohjes të jetë kryefjala e të gjitha diskutimeve që bëjmë rreth normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Ju faleminderit shumë.